me drejtësinë edhe të hiqen dilemat, zoti Arsenijević. E janë në Prishtinë ose e janë në Mitrovic, edhe shlyni këto dyshime që janë nga opinioni publik. Shlyni këto dyshime që janë nga Gashi, nga Rama, nga gjithë ata që po na shohin. Ja Kroshka. Da dođem i stavim glavu na svećin. Të ve dhe ta ullë kokën në trupë atje. Ovo je zloupotreba, kažem. Jo është keq përdorim i hapësirës publike, zoti Arsenijević. Kërkush s'po ta lyj paso interesu për kokën tonë. Još jedno dozvolim, Gaši. Budi parlamentar. To što kažeš ti da si ja ovdje... Ajo që thua, që unë djem komot, nuk e di nëse e ke lexuar tekstin e një medi pro regjimit të në Sërbi, dhe unë mendoj që nuk jam aq i pranuar me dëshirë këtu i dashur këtu, që kuptohemi. Dhe nuk mund të vendosësh në atë renin, atje sun pe ban venin, s'po di ku po do mora atu. A vedi di ku dush mora atu. Tu atje, Më shumë kisha dashur po të isha ndodhur në shtëpi atë ditë, pra atë ditë të jap deklaratën dhe po atë ditë para se të dalë shveçla publike. Se na ndërprej pak, po shpresoj e vendosim edhe një herë, regjia, se jemi në lidhje direkte. Po shpresoj që jemi në rregull tani. Nadam se da je ponovo u redu. Ja ku e kemi, po, shumë mirë. Arsenijević, vetëm pak se kemi me zë. I da se na vreme odreaguje, da meni ne može niko da postavi panj. Askush nuk mund ta shtrij trupin dhe sëpatën e mprehur dhe në afat prej 28... O, zoti Arsenijević, mos i përmend termet e tilla që ta vendosin kokën ty dhe me ta prerë se ky nuk është regjim që pren koka. Kosova është shtet demokratik, zoti Arsenijević. Në Kosovë nuk mund t'i pritet koka askujt. Po jo, nuk mund t'i pritet koka askujt. Kosova është shtet demokratik. S'kena po, shkënishtë. Nuk mund. Biju nas, hapse nas. Allah mi u banën. Za pištajku, za sve živo. O, zoti Arsenijević, në Kosovë nuk mund t'i pritet koka askujt, o zoti Arsenijević. Kosova nuk është regjim diktatorial, nuk mund t'jetë. Kosova i ka përqavuar vlerat perëndimore, prandaj është shtet i pavarur. S'ka dilema këtu. Nešto klimavo i kilavo, boga. Po, diçka që nuk është si duhet. Sigurisht atër po ka nevoj me mbrojt to kilavo dhe liga mo me tromblona, adin qysh. Dhe po tash adi qyja e ku t'kallët Jorgani qysh është ajo, me për një ples me kolli Jorgani, do këtë se kretë bota rotullu mrapë. Qëra, për te i saj, në se cilin variant, sepse ky në ratë... Vi ste sada imputirali, ne samo da je to moje. Jo që kjo është, kjo armatim është imi, por unë e kam përdor për të mbrojtur nga regjimi. No, moje. Jo, për këtë mua. Arsenijević, të lutem, dhe njëherë nuk ka kërkosh, vetëm një minut lutem, vetëm një minut nëse mund të gjë, kërkosh këtu në studio e përsëri, jo, se mëse keq për kjo është problemi pëse e thashun më herët viktimizim dhe mos vazhdo mu viktimizu. Kërkosh nuk po maltreton as tu në studio, as jashtë komunitetin këtë rast, as juve në këtë bashkëbisedim. Edhe kërkosh në studio këtu, kërkosh në studio, kërkosh e kam dëgju, e kam kuptu dhe po ta them me kuptimin plot fjalës që asgjë nuk ka askush qëllimshëm që ta luajë rolin e gjyqtarit asgjë tjetër këtu në studio në raport me. Prandaj ekziston nevoja që të bashkëpunojmë me institucionet e drejtësisë. Dhe po e themi, për ndryshe unë ju inkurajoj me vazhdu aktivitetin juaj politik, me vazhdu aktivitetin juaj demokratik, me lyp të drejtet e juaj si qytetarë sërb që jetonin në Kosovë. Ju kom përgëzu, po të isëm ki dëgju dhe ju përgëzoj prapë nëse cilë aktivitet politik që e bëni në kërkim të së drejtës, por nuk më imi përgëzu kurenit pa qarë si kërësonte, kjo është ajo. Pra, ju as vetë s'po dini se çka po doni.
E përsëris edhe një herë. Kretë çka na e kemi thënë që nga minuta e parë, është jo nuk e dini, sepse me e dit, vini dhe luftoni për atë drejtë që e përmendon, pra të drejtin tuaj që me vazhdu aktivitetin politik dhe me vërtetu që ju nuk po ndiqeni politikisht. Edhe njerë, Kosova ka institucione, Kosova ka mekanizma në cilën ju mund të bëni këtë. Dhe pavarësisht për ndjekjes që ko ka bon da jush për shkak të aktiviteteve politike, ju keni qenë të lirë dhe jeni të lirë dhe vazhdoni. Son të flisni që një ore gjysë këtu. Apo jo, edhe keni vazhdu e keni bo çdo natë. Prandaj për me përmbledh edhe një herë, çka po insistojmë ne është që ju me marë forcën dhe marë me vërtetu që ne kemi gabim këto gjithë studiet që ka po flasë. Po. Dhe në rast se kushtrim edhe një gjamës tja zborës dhe Sinoviqit, në rast se vërtetohet që juve për ju ndjekë sfesle politikisht, unë jemi gati që mi kërku fale pra që e thash ato në fillim. Por hajde njerë vërtetoje këta që po e thu. Hajde, varë që shko qef me ardhë, zotë Arseni. Okej, kam disa pyetje nga publiku. Arsenijeviç, besoj je duke na parë edhe direkt, jo vetëm duke na dëgjuar, apo je duke e parë transmetimin? Po, shumë mirë. Ne po vazhdoj t'ju flas drejt për drejt me Arsenijeviçin, do duhet ta ballafaqoj një fotografi të cilën ma kanë dërguar nga shikuesit, ku shihet një zotëri me Kalashnikov në dorë, edhe ku pretendohet që është vetë zoti Arsenijeviç. Shih Arsenijeviç fotografin e ke në dalje me bluzën e bardhë, me Kalashnikov. Tu shku të logja Boshnakë. Duke vrabo. Jeni me Kalashnikov? Ne? Samo sekund. Vetëm një moment, a mund të sqaroj? Vetëm pak, a jeni duke pa fotografi? Dali. A jeni ky zotëria? Jesam vidio sliku, ali dobro, mogu li da objasnim sliku? A mund të sqaroj? Si mund shpjegohet Kalashnikov? Ne, sad čekajte. Nenad Todorović, znači postoje Nenad snimci Todorović snimanja kadrova i snimao fotografi film ka koji se zvao Nesporazum. incizuar një film luftarak që quhet Mosmarrveshja, Nesporazum, Kao i dhe snimke javno se oglasio ai upravo po publikisht tom pitanju kada është deklaruar për këtë çështje. Ku zoti Xhemshiti ka thonë është në vitin 2005, kjo është në Shetitore, atëherë ka qenë rrugë dhe kjo është një skenë e një dashme dhe si bëhet ajo përcjellja pra një kaosi tërë kështu me radhë. Pra ju po thoni, kështu ka qenë skenar. Ju po thoni kjo nuk është pamje reale, kjo është pamje e filmit. Pamje filmike po thoni këtu. Da, gospodin Todorović je... Zoti Todorović, këtë